Bebet palestineze në Gaza do të vuajnë më pak për ushqim. Kështu të paktën po pretendon drejtori gjeneral në Ministrinë e Jashtme të Izraelit, Eden Bar-Tal. Ky tha se qeveria e vendit të tij vendosi të lejojë ndihma ushqimore të hyjë në Gaza, por në mënyrë të kontrolluar, pasi forcat e mbrojtjes do të kujdesen që asgjë të mos shkojë në duart e Hamasit. Sot, Izraeli po lehtëson hyrjen e kamionëve me ushqim për foshnjën në Gaza. Në ditët në vijim, Izraeli do të lehtësojë hyrjen e 10 kamionëve me ndihmë, ku përfshihet edhe miell për kuzhina qendrore që menaxhohen nga organizatat ndërkombëtare. Ndërkombëtarët kanë akuzuar Izraelin se me bllokadën e ndihmave që ka nisur nga fillimi i marsit, po shkel të drejta ndërkombëtare dhe humanitare të njerëzve. Bar-Tal mohoi këtë dhe u bëri thirrje kritikëve të huaj që të vendosen se në cilën anë janë, në atë të shtetit të tij apo siç tha, Hamasi. Pavarësisht kësaj deklarate të rrept, dy njerëzit kryesorë të BE-s, Ursula von der Leyen dhe Antonio Costa, sigur edhe kryeministri britanik Keir Starmer, gjatë një samiti mes tyre në Londër të hënën e quajtën situatën në Gaza si të papranueshme e të patolerueshme. Aid must reach civilians in need immediately. Ndihmat duhet të arrijnë menjëherë te civilet në nevojë dhe bllokada mbi Gazën duhet të hiqet tani, sepse ndihmat humanitare nuk duhet kur të politizohen. Me shumë gjas, arsyet pse Izraeli vendosi të lejojë futje të kufizuar të ushqimeve në Gaza është për faktin se gjendjen e rënë këtu e pranoi edhe presidenti amerikan Donald Trump gjatë vizitës javës së kaluar në linjën e mesme. Do të merremi me disa situata shumë serioze që kemi këtu. Po e shikojmë çështjen e Gazës dhe duhet ta zgjidhim atë. Shumë njerëz po vuajnë nga uria, shumë njerëz. Ka shumë gjëra të këqija që po ndodhin. Ekspertët e ushqimit kanë paralajmëruar tashmë se bllokada që nisi si hakmarrje e Izraelit pse Hamasi nuk po i aliron krejt pengjet e marra me 7 tetor 2023 rrezikon të shkaktojë uri të përgjithshme në Gaza. 2 milion banorë të këtushëm furnizohen kryesisht me ndihma humanitare ndërkombëtare.